mirë që ata kanë instrumentet e duhura, objektivat e duhura. Shqipëria, sipas numrave të fundit të NATO-s, kanë përmbushur 2% e shpenzimeve në NATO, në fushën e mbrojtjes, dhe dhe 3.5 të produktit të brendshëm bruto të investuar për fushën e mbrojtjes, duke përfshirë këtu sigurinë kibernetike, dhe jam konfident që pjesë e këtij vlerësimit do të ketë një shëndetshmëri mënyrash për të gjetur se si të forcojmë aleancën tonë me ta dhe në NATO, dhe për të sa i takon edhe çështjes së infrastrukturës dhe objektivave të përbashkëta në aleancën tonë në NATO. Porto Romano është një nga portet kryesore atje që për momentin në të ardhmen mendoj do të ketë një facilitet për kargo. Është lokalizuar, do të jetë efektive në 2030, por nga aty forcat ushtarake aty mund të do të jetë një lokacion shumë fitimpërurës për NATO-n dhe por gjithashtu dhe për bizneset potenciale amerikane për të shtuar, për të rritur kapacitetet e këtij porti. Pra, për t'i përgjigjur pyetjes, pasi të shkoj atje, unë jam një besues me aq sa kam mësuar nga eksperjenca ime në botë, është që unë të shoh njerëz çfarë ndodh atje dhe pastaj të veproj. Thank you very much, Mr. Chairman. General Wendt, there's been Ka pasur një rritje shqetësuese ku ka pasur disa alibi që familjarët e presidentit Trump kanë përdorur marrëdhëniet me qeveritë atje për të pasuruar, për të marrë leje ndërtimit të cilat nuk duheshin dhënë. Shembulli i ndërtimit të hoteleve në Ballkan, por edhe infrastruktura energjetike, por edhe në Shqipëri, ku konsulentët të presidentit po bëjnë miliona duke këshilluar opozitën. Në Shqipëri është një shtet që ka bërë një progres të jashtëzakonshëm në aspektin e korrupsionit, por kam shqetësimin që diplomatët tanë në rajon janë duke pyeten që të facilitojnë këto kontrata të cilat nuk janë në interes të Shteteve të Bashkuara, por vendosin para në xhepat e familjes së Donald Trump dhe shokëve të tij. Pra, duat një përkushtim personal nga ana juaj që ju nuk do jeni në biznesin për të facilituar, për të mbështetur, pra biznesi i cili nuk është në interesi më të mirë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës, por njerëzve afër pranë presidentit, dhe përkushtimin tuaj që ju do t'i qëndroni synimit ton afatgjatë ndaj luftës kundër korrupsionit, që ka nevojë ende të bëj progres. Ambasada atje duhet të ndihmoj që të luftoj korrupsionin, jo ta ndihmoj atë. Faleminderit për pyetjen. Unë nuk jam familjar me këto investime të investimeve të familjarëve të presidentit Trump. Unë di punën time si një ambasador amerikan që të mbështes bizneset amerikane, dhe nëse ato kompani dhe sektor amerikan ndjekin rregullat, dhe kjo është detyra ime.
Dhe sa I takon çështjes së korrupsionit, sërish unë I bashkohem mendimit që SPAK, struktura speciale kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, unë jam një besimtar me aq çfarë unë di, është që ajo ka qenë një strukturë efektive për Unë mendoj që ajo çfarë ju thatë që fusha e lojës të jetë në një nivel, kjo është e rëndësishme sepse tani nuk duket e tillë, sepse duket se nëse ti je mik me presidentin, ti ke avantazh në arritjen e qëllimeve të tua në aspektin e biznesit, por ne duam që të gjithë biznesmenët amerikanë të kenë akses në shanset për të bërë biznes në Ballkan. Dhe zoti senator, unë I bashkohem krejtësisht mendimit tuaj dhe mendoj që të gjithë duhet të kenë oportunitete të barabarta. The war in Iran, but just give us a broad sense of how you think about the kind of hostilities that would require the administration to come to Congress for consent. Obviously, this is the most sacred clause, some may argue, in the entire Constitution. Let me give you a real-world example. Does a conventional ground war, like the wars in Iraq and Afghanistan, are those the kind of military engagements that require congressional authorization? Senator, thank you for the question. I'm obviously sensitive to how live of an issue this is for all of us and the significance which we take the discussion. Obviously, the question of defining hostilities has been something that the executive branch, in conversation with the legislature, has been examining for 50 years, since the War Powers Resolution was passed. And there's a myriad of OLC opinions that look at different facts and circumstances, and as an attorney, my obligation is to